Përshëndetje shenja binjakëve, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizmë orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi djalli, kalorësi i monedhave, asi i shpatave, 9 shpatat. Djalli tregon se mund të ndiheni të lidhur me një frikë, me një shqetësim, me një zakon ose me një situatë nga e cila e keni të vështirë të shkëputeni. Kjo kartë nuk tregon domosdoshmërisht një rrezik të jashtëm. Shpesh djalli flet për kufizime që krijohen nga mendimet, nga pasiguritë ose nga ndjenja se nuk keni kontroll. Kalorësi i monedhave ju thot të mos reagoni me nxitim, sepse kalorësi i monedhave sjell durim, sjell këmbgulje dhe stabilitet, duke treguar se zgjidhjet do të vinë përmes hapave të vegjël dhe të menduar mirë. Më pas shfaqet asi i shpatave, një kartë shumë e fuqishme, e qartësisë dhe e komunikimit. Mund të kuptoni një të vërtet të rëndësishme, të merrni ose të jepni një lajm, ose të arrini në një përfundim që ndryshon mënyrën se si e shihni një situatë të caktuar. Megjithatë, 9 shpatat tregon se mendja juaj mund të vazhdojë të prodhojë ankth, dyshime ose skenar negativ. 9 shpatat shpesh flet për shqetësime që ndihen më të mëdha në mendje sesa në realitet. Kjo shtrirje e kartash më flet më tepër për një betejë të brendshme mes mendjes dhe realitetit. Kartat këshillojnë të mos i besoni çdo mendimi që ju kalon në përmendje. Kur të keni qartësinë që sjell asi i shpatave, lejoni që faktet të kenë më shumë peshë sesa frika. Kalojmë tek familja. Në familje kemi drejtësia, hierofanti, mbreti i shpatave, 5 kupat. Drejtësia në familje ka një peshë të veçantë, sepse pasohet nga hierofanti dhe mbreti i shpatave. Kjo tregon se tema kryesore nuk është konflikti, por e vërteta, drejtësia dhe përgjegjësia. Drejtësia mund të nënkuptojë se një situatë familjare do të shihet më objektivisht dhe me më pak ndikim nga emocionet. Ose për disa nga ju mund të ketë një bisedë ose vendim ku secili mban përgjegjësi për veprimet e veta. Për disa të tjerë, mund të ekspozohet një e vërtet dhe të vendoset një ekuilibër i ri. Ose nëse ka pasur keq kuptime ose pa drejtësi, drejtësia tregon mundësi sqarimi dhe korrigjimi. Hierofanti flet për vlera, tradita dhe dëshirën për të ruajtur harmoninë familjare. Por gjithashtu hierofanti tregon ndikime të forta nga normat sociale, familjare, fetare ose morale, ku ndiheni të detyruar tu përmbaheni rregullave, detyrimeve ose një mënyre të duhur të menduarit, gjë që kufizon lirinë për të ndjekur ndjenjat. Dhe kjo krijon një konflikt të brendshëm midis dëshirës personale dhe pritshmërive të jashtme. Mbreti i shpatave sjell një bisedë serioze, ose mund të ketë një person që zgjedh logjikën mbi emocionet. Mund të jetë e nevojshme të merren vendime të arsyeshme dhe të ftohta. Megjithatë, 5 kupat tregon zhgënjim, pikëllim, pendim ose pasojë emocionale të një bisede të sinqertë ose të një vendimi të drejtë. Dikush mund të mos ndihet mirë menjëherë pasi dëgjon ose pasi ka dëgjuar një të vërtetë, ose mund të ketë keqardhje për një situatë të kaluar. Nëse për disa nga ju kjo shtrirje kartash lidhet me një divorc ose me ndonjë çështje ligjore, atëherë kartat tregojnë një proces që kërkon maturi, përgjegjësi dhe vendime të arsyeshme.
Edhe pse emocionalisht mund të jetë një proces i dhimbshëm, kartat sugjerojnë se pavarësisht trishtimit që shoqëron këtë etapë, ky proces mund të sjellë qartësi dhe një ekuilibër të ri për të ardhmen. Kartat këshillojnë të mos mbeteni të bllokuar te zhgënjimet, sepse një bisedë e sinqertë dhe e drejtë mund të ndihmojë më shumë se sa heshtja. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi 10 monedhat, 9 kupat, 2 monedhat, vdekja. 10 monedhat dhe 9 kupat janë një fillim shumë i bukur. Ato tregojnë potencial për siguri emocionale, për mbushje dhe dëshirë për një lidhje që ofron stabilitet dhe lumturi. Por 2 monedhat tregon se mund të ketë luhatje, hezitime ose përpjekje për të balancuar 2 situata, 2 mendime ose 2 prioritete njëkohësisht. Në fund shfaqet vdekja, e cila nuk flet me patjetër për humbje apo për ndarje. Vdekja flet për fundin e një etape dhe fillimin e një tjetre. Mund të përfundojë një mënyrë e vjetër komunikimi, mund të përfundojë një pasiguri, ose një model që nuk funksionon më. Në disa raste, vdekja mund të tregojë edhe mbylljen e një marrëdhënie që e ka përmbushur tashmë ciklin e saj. Por po aq shpesh, vdekja gjithashtu tregon rilindjen e një raporti mbi baza të reja. Pra, nëse jeni në një marrëdhënie, kjo javë mund t'ju vendos përballë një vendimi ose ndryshimi që do të përcaktoj drejtimin e saj. Nëse jeni beqar ose beqare, mbyllja e një kapitulli të së kaluarës mund të krijojë hapësirë për një lidhje më të qëndrueshme dhe më përmbushëse. Kartat këshillojnë të mos i rezistoni ndryshimeve që vinë natyrshëm. Ajo që largohet nga jeta juaj këtë javë mund të jetë pikërisht ajo që po i hap rrugë diçkaje më të shëndetshme. Kalojmë tek puna. Në punë kemi 8 shpatat, forca, 4 kupat, 5 shkopinjt. Në punë mund të ndiheni të kufizuar ose të bllokuar nga rrethanat. 8 shpatat tregon se mund të mendoni se nuk keni shumë mundësi zgjedhjeje, edhe pse në të vërtetë disa rrugë janë ende të hapura. Forca ju kujton se keni aftësinë për t'i përballuar sfidat me qetësi dhe vetë kontroll. Ose më saktë, ju duhet që të vetë përmbaheni. 4 kupat mund të tregoj pakënaqësi, mungesë motivimi ose mos vlerësim të një mundësie që mund të ndodhet pranë jush, ose të një mundësie që s'ndodhet pranë jush. Në fund, 5 shkopinjt në punë tregon konkurrencë, mendime të ndryshme, debate ose sfida që ju shtyn të provoni aftësitë tuaja. Nuk është domosdoshmërisht një kartë konflikti. Shpesh 5 shkopinjt tregon se përmes përpjekjes dhe këmbguljes mund të dalloheni dhe të ecni përpara. Kartat këshillojnë të mos lejoni që pakënaqësia e përkohshme t'ju bëjë të humbisni mundësi të vlefshme. Besoni më shumë te aftësitë tuaja dhe mos u tërhiqni nga sfidat. Në Prizm Oracle kemi kartën Ideimi. Kjo javë favorizon idetë e reja, këndvështrimet e ndryshme dhe zgjedhjet krijuese, duke ju kujtuar se ndonjëherë ndryshimi fillon me një mendim ose me një ide të re. Paç.